Kalon vendet pa institucione. Nëse me 28 dhjetor votojnë prap, a është populli keqa? Kalon tash të... Diçka nuk është në rregull me bo me ta pru rezultatin e njëjtë, atë për bjerë që mirë ta kena bo. Qa kemi investime publikisht, vëllë me ekonomi, raportet me ndërkombëtar, sankcione rriti çmimi keq, se cili qytetar duhet i bëj mend që të sene, qa kemi posë. Po qëfë se prapë e votojnë. Atëre le ta vazhdojnë të jetë. Atëre, s'keq kam i bo. Le të blen kilën e patlijonëve 4 euro. është populli i keq, është populli gabim, apo ju s'pëdini me e kallëzu të jetë. Kaloj tash edhe na nuk e shme thonë, edhe populli dhe është zoti e ka mundësim për mi palë, me verifiku, edhe të metat edhe të mirat e se cilës qeverisit tash dhe rrjetet sociale dhe më thonë, po të epin mundësin edhe me komuniku edhe me njëllë në shumë njerëzit, po besoj që që kja kuha ka që është vendimtare. A dhe të këthejnë andeja, apo këndej, nëse ka ja dojnë prapë që ato gjë që nuk e besoj, sepse ka qenë fryma atëre e vetë vendosjes, tash nuk e besoj që atë